Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal-mursalin. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awlad al-Husayn wa ala ashab al-Husayn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut. Paqja qoftë mbi Imam Husejnin, paqja qoftë mbi Aliun, birin e Imam Husejnit, paqja qoftë mbi fëmijët e Imam Husejnit, paqja qoftë mbi shokët e Imam Husejnit, paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju të dashur vëllezër dhe motra. Është transmetuar nga profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, se ka thënë: Innal Husejna misbahul huda wa safinatun najat. Vërtet, Husejni është pishtari i udhëzimit dhe anija e shpëtimit. Për sonte, inshallah, të flasim për temën thënie dhe porosi të Imam Husejnit. Të dashur vëllezër dhe motra, kur e kujtojmë Imam Husejnin, paqja qoftë mbi të, nuk rikujtojmë vetëm historinë e Ashuras dhe ndodhinë e Kerbelas, por duhet të sjellim në mendje një personalitet të madh, i cili i shërbeu fesë islame dhe muslimanëve dhe sakrifikoi veten e tij, fëmijët e tij, të dashurit e tij dhe shokët e tij në rrugën e mbrojtjes së mesazhit islam. Ne e rikujtojmë Imam Husejnin, paqja qoftë mbi të, për të shprehur dashurinë, ndjenjat dhe emocionet tona ndaj tij, i cili ju përkushtua sinqerisht Allahut fuqiplot dhe veproi për të mirën e ummetit islam. E përkujtojmë Imam Husejnin, paqja qoftë mbi të, për të theksuar besën dhe besnikërinë tonë ndaj tij dhe për të forcuar vlerat e Ashuras në shpirtrat dhe zemrat tona. Këtë tip të matemit, të zimbajtjes për Imam Husejnin, paqja qoftë mbi të, t'i shfrytëzojmë duke bërë adhurim, reflektim, lutje dhe përgjërim. Imam Husejni, paqja qoftë mbi të, nuk është thjesht një emër. Imam Husejni është rruga e drejtë, rruga e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, rruga e Allahut. Imam Husejni, paqja qoftë mbi të, është udhëheqësi i muslimanëve, udhëzuesi, mësuesi dhe edukuesi i tyre. Literaturat islame, qoftë tek ehli suneti apo tek shiizmi, janë të mbushura me thënie dhe me porosi edukative të Imam Husejnit, paqja qoftë mbi të. Dhe për sonte kam përzgjedhur disa nga thëniet dhe porosit e prisit të dëshmorëve Imam Husejnit, duke shpresuar që të gjithë të përfitojnë nga këto thënie të mrekullueshme, të ndritura dhe edukuese të Imam Husejnit, paqja qoftë mbi të. Thënia e parë: kur i than Imam Husejnit, përse po del, përse po ngrihesh për ngritje apo revolucion,
Imami, paqja qoftë mbi të, u tha: a nuk e shihni se e drejta nuk zbatohet dhe e pa drejta nuk ndalohet? Atëherë le të dëshiroj besimtari takimin me Allahun me të drejtën. Unë nuk e shoh vdekjen veçse lumturi dhe jetën me zullumqarët veçse poshtrim. Sa e mrekullueshme pra. Dhe sa do me thënë se kjo thënie e Imam Hysejnit, e cila është në përputhje të plotë edhe me realitetin e sotëm. Dhe ne e shohim me sytë tanë se e drejta nuk zbatohet dhe e pa drejta nuk ndalohet. Kjo thënie pra është një nga fjalët më të fuqishme dhe më të thella që Imam Hysejni ka thënë përpara betejës së Karbelas. Kjo thënie nuk është vetëm një shpallje e qëndrimit të tij personal, por është një manifest moral, politik dhe shpirtëror që përçon shumë mësime të rëndësishme për çdo kohë dhe për çdo brez. Dhe mësimi kryesor është zbatimi pra i drejtësisë dhe kundërshtimi i padrejtësisë. Këtu, në këtë thënie, Imam Hysejni, paqja qoftë mbi të, nuk flet për veten e vet, por i fton të gjithë besimtarët të shohin realitetin përreth tyre ku jetojnë. Imam Hysejni kërkon vetdije shoqërore dhe jo pasivitet. Kjo e bën të domosdoshme veprimin me drejtësi në kundërshtim dhe kundërshtimin e padrejtësisë në çdo formë që ajo paraqitet. Në këtë thënie, Imam Hysejni, paqja qoftë mbi të, jep një porosi thellësisht shpirtërore, e cila është: nuk ka takim të vërtet me Allahun pa drejtësi. Drejtësia nuk është vetëm koncept ligjor, por ajo është rruga për tek Allahu fuqiplot. Allahu është me të drejtët, Allahu është me drejtësi. Imam Hysejni, paqja qoftë mbi të, porosit për morale të larta, sa kemi nevojë sot ne për këto morale të larta. Ai ka thënë: o njerëz, pa i drejtohet të gjithë njerëzit, garoni në morale të mira dhe nxitoni në pasuri shpirtërore dhe jo pasuri materiale. Sepse çdo gjë materiale do lihet, çdo gjë shpirtërore do merret. Pra thot Imam Hysejni, garoni, nxitoni, bëni garë me njëri tjetrin me morale e mirë dhe nxitoni në pasuri shpirtërore, pra pajisuni në pasuri shpirtërore, sa ato na bëjnë dobi nesër para Allahut fuqiplot. Imam Hysejni, paqja qoftë mbi të, porosit për ruajtjen e besimtarit, sepse besimtari pra ka pozitë të lartë tek Allahu fuqiplot. Ai ka thënë, pa Imam Hysejni ka thënë: mos thuaj për vëllain tënd besimtar kur ai nuk është i pranishëm atë që nuk dëshiron të thonë të tjerët për ty në mungesën tënde. Pra, nëse dikush flet keq për një vëlla besimtar në praninë tënde, kundërshtoje, ruaje vëllain besimtar. Kështu na porosit Imam Hysejni. Dhe këto janë dhe porositë e Ehli Bejtit. Paqja qoftë mbi ta. Burimi i këtyre pra është profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe Kurani i shenjtë. Të na porosit për Imam Hysejnin. Pra kur ne e rikujtojmë Imam Hysejnin, rikujtojmë pra thënjet, porositë e tij, me qëllim që t'i zbatojmë në jetë.
Imam Hyseni, paqja qoftë mbi të, porosit që mos i bëj pa drejtësi tjetrit. Në ditën e Ashuras, Imam Hyseni e porositi djalin e tij Zejnul Abidin alayhis salam dhe i tha: "Biri im, mos guxo ti bësh pa drejtësi dikujt që nuk ka ndihmës tjetër përveç Zotit të madhëruar." Sa madhështore kjo thënie. Na mëson që ne duhet të kemi kujdes, vëllezër dhe motra, që askush të mos na thënë të lënsha Zotin. Sepse është një lutje e fuqishme dhe Allahu i përgjigjet lutjes së atij që i bëhet pa drejtësi kur ja lën dorë çështjen pra Zotit. Prandaj të kemi kujdes. Të na porosit Imam Hyseni paqja qoftë. Pra kur ai porosit djalin e tij, porosia është edhe për ne. Që e duam, e nderojmë, e respektojmë dhe e ndjekim Imam Hyseni. Pra kur thot, birim, mos guxo ti bësh pa drejtësi dikujt që nuk ka ndihmës tjetër përveç Zotit të madhëruar. Imam Hyseni paqja qoftë mbi të, porosit për durim ndaj të drejtës dhe të vërtetës. Ai ka thënë: "Biri im, duro ndaj të vërtetës e të drejtës, edhe pse mund të jetë e hidhur." Pra që të gjitha të durojmë ndaj të vërtetës dhe të drejtës, edhe nëse është e hidhur. Imam Hyseni, paqja qoftë mbi të, porosit për dashuri për Ehli Bejtin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Ai ka thënë: "Dashuri ndaj nesh Ehli Bejtit konsiderojeni të detyrueshme, sepse është detyrë nga Allahu." Si thot në ajetin 23 të surës Shura: "Qul la as'alukum alayhi al-ajr illa al-mawaddata fi al-qurba." Thuaj, nuk kërkoj për ju asnjë shpërblim për mesazhin, vetëse dashurinë për të afërmit. Konsiderojeni pra të detyrueshme të dashurinë për Ehli Bejt, sepse kushdo që e takon Zotin me dashuri ndaj nesh Ehli Bejtin, do të shkojë në xhennet përmes ndërmjetësimit tonë. Betohem në Zotin që ka shpirtin tim në dorën e tij. Asnjë rob i cili nuk e njeh të drejtën tonë pra Ehli Bejtit, nuk do të ketë përfitim, pra as në këtë jetë, as në jetën tjetër. Dhe veçanërisht në atë jetë. Pra, Imam Hyseni pra na porosit për dashurinë për Ehli Bejtin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Imam Hyseni, paqja qoftë mbi të, na sqaron butësinë dhe besnikërinë, që sot kemi nevojë për butësinë, për besnikërinë. Ai ka thënë: "Butësia është stoli dhe besnikëria është shenjë fisnikërie." Pra, njeriu i butë, ose ai njeri i cili është i veshur me butësinë, është i stolisur. Dërsa ai që është besnik, ose mbart besnikërinë, ai ka shenjën e fisnikërisë. Kështu na thot Imam Hyseni. Prandaj, të jemi të butë, të jemi besnik me të tjerët. Të jemi pra besnik edhe ndaj përgjegjësive tona, ndaj vetes, ndaj familjes, ndaj shoqërisë dhe ndaj Allahut fuqiplot. Imam Hyseni, paqja qoftë mbi të, na ka folur në lidhje me të mirën e dynjas, sa jetë dhe ahiretit, jetës tjetër. Është transmetuar nga Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, se ka thënë: "Një burr i shkroi Imam Hysenit dhe i tha: O zotëria im, më trego për të mirën e dynjas dhe të ahiretit, atë jetës tjetër." Dhe Imam Hyseni, paqja qoftë mbi të, i shkroi atij me emrin e Allahut, gjithëmëshirshmit mëshirëplotit, pra Bismillahirrahmanirrahim, e më pas:
kush e kërkon kënaqësinë Allahut duke zemëruar njerëzit, Allahu ja mjafton atij çështjet e njerëzve. Pra, nuk e bën të nevojshëm për njerëzit. Ndërsa, kush e kërkon kënaqësinë e njerëzve duke zemëruar Allahun, Allahu e lë atë në duart e njerëzve, wassalam. Pra në këtë thënie, në këtë fjalë, të pakta, por me kuptim të madh, Imam Husajni jep një udhëzim që i përmbledh të gjitha të mirat e dynjas dhe ahiretit, duke thënë kush kërkon kënaqësinë e Allahut, edhe nëse njerëzit zemrohen, Allahu mjafton për të në çdo gjë që ka lidhje me njerëzit. Dhe kush e kërkon kënaqësinë e njerëzve duke zemruar Allahun, Allahu e lë atë të varur tek njerëzit dhe ai nuk do të gjejë as rehati as sukses në jetën e tij. Imam Husajni, paqja qoftë i të, na thotë se njerëzit janë sklevrit e kësaj jete. Ai ka thënë pra njerëzit janë sklevër të kësaj bote dhe feja është vetëm një shije në gjuhët e tyre. Pra, kur dikush ha ndonjë ëmbëlsinë ose ndonjë frut ngel diçka këtu tek buzët, me një lëpirje dhe largohat. Të tillë ka sa dush edhe njerëz, thotë Imam Husajni. Ata e mbrojnë atë, e mbrojnë fenë përderisa jetesa e tyre ecën mirë. Pra janë rregull me jetën, e mbrojnë edhe fenë. Por kur sprofohen me fatkeqësi, pak janë ata që qëndrojnë besnik ndaj fesë, thotë Imam Husajni. Edhe kjo është mos e vërtetë. Imam Husajni na këshillon, na porosit për ndihmën e të shtypurit. Ai ka thënë, kushdo që dëgjon thirrjen e një të shtypurit që kërkon ndihmë, por nuk përgjigjet, nuk është musliman. Sa e fortë kjo thënie. Me miliona vëllezër sot në Gaza na thërrasin. Vallë, a i dëgjojnë? Allahu ala soft, inshallah. Fatkeqësi, ato vujtje dhe që po heqin. Imam Husajni na flet për durimin në vështirësi dhe në sprova. Që durimi është koka e besimit, çelësi i suksesit dhe i shpëtimit. Ai ka thënë, durimi është çelësi i shpëtimit dhe përfundimi i duruesve është gjithmonë i ndritur. Lum ata që durojnë pra. Sepse fundi i tyreve do të jetë i ndritur. Kështu na thotë Imam Husajni, paqja qoftë. Imam Husajni, paqja qoftë i të, ka thënë në një thënie të tij, o biri i Ademit, ti je vetëm një ditë, a një kohë me këtë jetë. Sa herë që kalon një ditë, ikën një pjesë prej teje. Prandaj, të jemi të kujdesshëm, sepse ajo pjesë që ikën nga jeta jonë, ajo nuk kthehet më. Dita sot me iku, kaloi, kjo nuk kthehet më. Po inshallah, qofshin këto ditë që largohen prej nesh, të mbushura me të mira, me besim, me udhëzim, dhe jo pra me të këqija, Zoti na ruaj të gjithë. Imam Husajni na sqaron se kujt t'ja parashtrojmë nevojën tonë. Pa nëse kemi nevojë për diçka, pa kujt t'ja parashtrojmë. Për këtë pra Imam Husajni ka thënë, mos ja parashtroni nevojën tuaj veçse njërit nga 3 lloj njerëzish. Ati që ka fe, ose ati që ka burri, ose ati që ka fisnikri. Pra këtyre 3 lloj njerëzve, thotë, parashtrojni nevojat tuaja. Të na porosit për Imam Husajni, paqja qoftë. Imam Husajni na flet për lehtësimin
e një vuajtje të besimtarit, ana porosit. Ai ka thënë, kush ja lehtëson një vuajtje një besimtari, Allahu do t'ja lehtësoj vuajtjet e tij në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Ka sa madhështore përsëri. Imam Husejni, paqja qoftë mbi të, në fushën e betejës në Karbela, ju drejtua ushtrisë të Jezidit dhe u tha atyre, me mirë ju o ndjekës të familjes e Ebu Sufjanit, nëse nuk keni fe dhe nuk i friksoheni ditës i gjykimit, atëherë të paktën jini njerëz të lirë në botën tuaj, në jetën tuaj, mos jini skllëvër i të tjerëve. Pra në këtë thënie, Imam Husejni na mëson të jemi të lirë në jetën tonë, të mos bëhemi skllëvër të askujt, të mos i nënshtrohemi askujt, por të jemi rob të Allahut, të jemi besimtar të fortë, të qëndrueshëm, të devotshëm në këtë jetë. Imam Husejni na flet edhe për përgojimin, dhe na thot se përgojimi është ushqimi i qenëve të zjarrit të xhehenemit. Një ditë kur Imam Husejni dëgjoi një njeri që përgojoi dikë tjetër para tij, i tha: "O ti, ndalu nga përgojimi, sepse ai është ushqimi i qenëve të zjarrit të xhehenemit." Pra, kushdo që përgojon, ai pra e ushqen veten e tij pra me atë ushqimin e qenëve të zjarrit të xhehenemit. Allahu na ruaj. Dhe në këtë thënie pra Imam Husejni na sqaron rrezikshmërinë e përgojimit, qoftë në këtë jetë dhe në jetën tjetër, sepse përgojimi të çon në zjarrin e xhehenemit. Të dashur vëllezër dhe motra, këto ishin 16 thënie dhe porosi. Prej porosive dhe thënieve të shumta të Imam Husejnit, paqja qoftë mbi të. Imam Husejni, i biri i Aliut, është emblema e drejtësisë dhe i vlerave shpirtërore. Imam Husejni i dha një mësim praktik e madhështor historisë islame dhe siguroi qëndrueshmërinë e Islamit jo vetëm në kohën e tij, por në çdo kohë. Imam Husejni na mësoi se kush e do të vërtetën, sakrifikon për të. Kush dëshiron lirinë, nuk pranon skllavërinë. Kush synon nderin, heq nga vetja pluhurin e poshtrimit dhe përuljes dhe meriton dashurinë dhe shoqërinë e Allahut fuqiplot. Imam Husejni, paqja qoftë mbi të, nuk kërkon dikë që të qaj, të vajtoj për të, por ai dëshiron që dikush të ndjek rrugën e tij në forcimin e marrëdhënieve me Allahun dhe me respektimin e të drejtave të robëve të tij. Nëse e duam Imam Husejnin, atëherë le të lexojmë, të studiojmë thëniet e tij, porositë e tij dhe të zbatojmë ato në jetën tonë. Kjo është dashuria më e madhe për Imam Husejnin. Nuk mjafton vetëm të themi e dua Imam Husejnin, nuk mjafton vetëm ta kujtojmë Imam Husejnin në të 10 ditë të matemit të muajit Muharram. Imam Husejni duhet të jetë i pranishëm në çdo kohë, në mendjen tonë, në zemrën tonë, në sjelljen tonë, në moralin tonë, në qëndrimet tona, në gjithçka në jetën tonë. Assalamu ala al-Husein, wa ala Ali ibn al-Husein, wa ala aulad al-Husein, wa ala ashab al-Husein. Paqja qoftë mbi Imam Husejnin, paqja qoftë mbi Aliun, birin e Imam Husejnit, paqja qoftë mbi fëmijët e Imam Husejnit, paqja qoftë mbi shokët e Imam Husejnit. Allahu na forcoft
në rrugën e Imam Huseinit, e cila është rruga e Allahut, rruga e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali. Allahu ju begatov, ju mirësov, ju familjet tuaja kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.